Porti detar i Vlorës po një muajt e fundit një rritje të ndjeshme të fluksit të anijeve tregtare që përpunojnë në kalatet e tij, sidomos atyre që transportojnë çimento. Burime nga autoriteti portual bëjnë me dije për televizionin 6+1 Vlora se kërkesat në rritje për materiale ndërtimi në tregun vendas kanë sjellë një gjallërim të ndjeshëm të aktivitetit në këtë sektor, duke ndikuar drejt për drejt edhe në përmirësimin e bilancit financiar të portit. Thuajse çdo muaj në portin e Vlorës ankorohen disa anije të ngarkuara me çimento, të cilat përpunojnë me ritme të larta nga strukturat portuale. Sipas autoriteteve, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i anijeve me çimento është rritur në disa njësi, çka përbën një tregues pozitiv për aktivitetin ekonomik të portit. Prej disa vitesh, çimento është bërë produkti kryesor që përpunohet në portin e Vlorës, ndërsa në të kaluarën përpunoheshin edhe mallra të tjerë si ushqime, pajisje elektroshtëpiake apo veshmbathje. Aktualisht sasia e këtyre produkteve ka rënë ndjeshëm. Këto mallra vijnë në port kryesisht nëpërmjet trageteve të linjës Vlorë-Brindisi, por në sasi të vogla dhe vetëm gjatë periudhave me fluks udhëtarësh. Në të kundërt, kërkesat në rritje të sektorit të ndërtimit, veçanërisht në zonat bregdetare dhe në projektet infrastrukturore të qytetit, kanë bërë që anijet me çimento të shndrohen në mjetet më të zakonshme për përpunimin në port. Ky ndryshim ka reflektuar prej vitesh edhe një orientim të ri të portit detar të Vlorës drejt përpunimit të mallrave të ndërtimit për të plotësuar kërkesat në tregun vendas. Ky është muaj i radhës dhe mund të themi ngarkesa e parë për muajin nëntor sa i përket të përpunimit të anijeve me çimento. Autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se vjet re një rritje e interesimit nga subjektet për të marrë çimento dhe rrjedhimisht kjo gjë sjell edhe anijet në kalatën e portit, duke bërë që edhe financat e portit detar të Vlorës në këtë periudhë ku në fakt lëvizja me tragete ka rënë ndjeshëm të mund të jetë disi më pozitive. Rritja e ngarkesave me çimento ka pasur ndikim të menjëhershëm në përmirësimin e situatës financiare të vetë shoqërisë Portit Detar Vlorë SHA. Muajt e fundit të verës dhe fillimi i vjeshtës kanë qenë të vakët sa i përket lëvizjes së trageteve për shkak të një numri më të reduktuar të pasagjerëve, krahasuar me vitet e mëparshme dhe periudhat e mëparshme të vitit. Megjithatë, shtimi i anijeve me çimento ka kompensuar pjesërisht këtë mungesë, duke mbajtur aktivitetin ekonomik të portit në nivele pozitive. Burime zyrtare nga drejtoria e portit shprehen optimiste se ky trend do të vazhdojë deri në fund të vitit. Sipas tyre, me afrimin e festave të fundvitit, pritet edhe rikthimi i emigrantëve shqiptar që jetojnë në Itali apo vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilët zakonisht zgjedhin udhëtimin me tragete, çka do të sjellë një rritje të ndjeshme të lëvizjes dhe të ardhurave në port. Pritet që muajt në vijim të sjellin një intensifikim të punës në të gjitha sektorët e portit, si në përpunimin e anijeve tregtare, ashtu edhe të pasagjerëve. Përveç rritjes së fluksit të anijeve me çimento, autoritetet e portit po përgatiten të përballojnë edhe një rritje të lëvizjes me tragete gjatë periudhës së festave të fundvitit, e cila tradicionalisht është ndër më të ngarkuarat. Kjo situatë shihet si një sinjal pozitiv edhe për ekonominë lokale në Vlorë.